Jam në Klokot, një komunë e krijuar për serbët në kohën e decentralizimit. Tash kjo komunë, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, është me shumicë shqiptare. Sot kam ardhur me taku kandidatën shqiptar për Klokotin që përkrahet nga vetëvendosja, PDK-ja, LDK-ja, AK-ja e krejt partitë e tjera shqiptare. Është i vetmi kandidat shqiptar për këtë komunë, prandaj e kam zgjedh me intervistu Arber Eminin në ditën e fundit të fushatës. Çfarë është aftësia jote që i bë bashk vetëvendosjen, PDK-n, LDK-n, AK-n e këtë partitë e tjera shqiptare me të përkrah kandidaturën tonë për kryetar të Klokotit? Qëllimi im dhe gjitha partive politike në Klokot ka qenë i qartë dhe është i qartë, largimi i listës serbe nga pushteti në Klokot dhe ndikimi i Beogradit në Klokot. Me çliru Klokotin nga struktura paralele dhe me zhvillu Klokotin, edhe për komunitetin serb, edhe për komunitetin shqiptar. Nuk ka qenë problem, pasi Klokoti ballafaqu problemet janë të vazhdueshme nga lista serbe dhe struktura paralele, ka qenë një qëllim i njëjtë i gjitha partive politike dhe nuk ka pas ndonjë mosmarrëveshje me arrit këtë qëllim. Unë jam kandidat i pavarur, mbështetje gjitha partive politike edhe në nivelin lokal, po duke fillu edhe nga niveli qendror, nga kryeministri Albin Kurti, Memlik Krasniqi, Ramush Haradinaj dhe gjithë të tjerë. Kas në moment, në asnjë rrethon nuk kena marrë iniciativë kundër serbëve. Iniciativa jone vetme përbashkët është largimi i listës serbe dhe strukturave paralele në Klokot. Arber, nëse me 12 tetor zgjidhesh kryetar i Klokotit, cili do të ishte vendimi yt i parë? Hapi i parë, vendimi im i parë do të ishte ardha në këtë objekt të komunës Klokotit, i cili ka qenë i pashfryzuar nga komuniteti i listës serbe që ka udhëheq komunën e Klokotit nga viti 2014. Ky objekt është i pashfryzuar vetëm sepse nga Republika e Kosovës. I ndërtuar nga Republika e Kosovës dhe Bashkimi Evropian. Vetëm sepse i ka simbolet e vendosura të Republikës së Kosovës, lista serbe e ka bojkotuar si institucion zyrtar i komunës Klokotit. Ky do të jetë hapi im i parë, ardha e krejt kabinetit tim, administratës serb dhe shqiptar në objektin zyrtar komunës Klokotit. Arber, a mendon që fiton? 100%, pa ballotazh. Me të parë. Me të parë. Arber, po du me të falendru publikisht. Arber u ka njeriu që më ka ndihmu në historit e mia kundër struktura paralele të Serbisë në Klokot. Po du me të falendru publikisht. Nuk ka këtu e ki kry punën tonë, unë e kom kry punën tonë, ka qenë interesi të gjithë qytetarëve që mu largu struktura paralele edhe mu ekspozu mënyrën dhe dëmet që kanë shkaktuar komunës Klokotit. Arber është kandidati vetëm shqiptar për komunë Klokotit. A e përkrahni ju? Po, shumë, me gjithë dhe shirë, maj mirë jashtë. Ja me Arbrin, ja me Putinin, dy sene janë, mes nuk ka këtu. Ja Arbrin, ja Putinin. Ai që ka gjak shqiptari, du të mjavo votën këtina. Ja në të votojnë Putinin, mes nuk ka. Ja Arbrin, ja Putinin, dy sene janë këtu janë.